kam ndroqë që një ndër pikat më kritike me cilat po ballafaqohet ekonomia kosovare në këtë realitet të hidhur është fakti që në një farë forme po na shkalohet termi krizë dhe nuk po pranohet si realitet që jemi në krizë. E dyta, Kosova ka hyrë në krizë me krizë, sepse mos harroni kemi pas një pandemi COVID-19, kemi pas një pandemi ekonomike që ka qenë shumë më shqetësuese se pandemia COVID-19 dhe koprej saj shtohet edhe do thotë kriza që e gjeneron lufta mes Rusisë dhe Ukrainës vërtet më tepër është duke i rrit tensionet. Shumë vende të botës janë në panikë. Vetë fakti që në Kosovë për muajin qershor apo maj kemi pas një shkallë inflacionit 12.5% është shqetësimi i parë. Vetë fakti që fuqia blerëse e eurës në Kosovë ka rarë gati për 50%, këtë mos i mirë e dinë qytetarët, të cilët me 100 euro para 3 muajve nuk të blejnë sot as 50 apo 60 euro, dhe kjo është shqetësimi i madh. Dhe vetë fakti që shumë vende të rajonit janë duke analizuar modalitete dhe metoda si të jenë me biznes dhe me qytetarë, dhe në Kosovë një gjë e tillë nuk ndodh, vërtet është shqetësimi më i madh.